Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lezhë ku një 25 vjeçare e quajtur Joana Nikolaj ka humbur jetën si pasojë e marrjes së helmit dhe nuk ka mundur dot që t'i mbijetojë helmimit edhe pse është dërguar me urgjencë në spital. Për të folur mbi këtë histori kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, mund ta thoni se çfarë ka ndodhur? Atëre, sipas informacionit që ne kemi, një çift i ri, një djalë i ri i sapo quajtur Eraldo, ka pasur një lidhje që në shkollën e mesme me Joana Nikolaj. Dhe kjo marrëdhënie, meqense ishte marrëdhënie e parë dashurore, ka kaluar dhe më tej pasaj në krijimin e një bashkëjetese ndërmjet këtyre dy çiftit të ri. Gjatë kësaj bashkëjetese, djali vazhdimisht ka përdorur dhunë fizike ndaj bashkëjetueses së tij, por ndërkohë edhe përdiqte të vajzë, ndofta për arsye nga më ndryshme që vetëm ai mund t'i di dhe mund t'i raportoj këto në organin e akuzës në momentin që do përballet me ligjin përpara organit të akuzës. Ndërkohë që vajza edhe përdiqej dhe përdori dhunë fizike, përveç dhunës psikologjike që ky ka përdorur ndaj saj, ka krijuar një gjendje mjaft të rëndë emocionale te kjo vajzë. Gjendja emocionale e cila her pas here shoqëroi dhe me përdjekjen që ky shtetas i bënte bashkëjetuesës së tij, i ka krijuar një situatë jo të qëndrueshme vajzës. Themi një situatë jo të qëndrueshme nga ana psikologjike dhe emocionale, duke i krijuar një ankth të vazhdueshëm vajzës për të gjithë jetën e saj, ndërkohë që gjatë kësaj kohe vajza ka qenë edhe shtatzan. Vajza ka qenë shtatzan dhe e gjithë depresioni, sepse në periudhën që vajza ka qenë shtatzane, është periudha më delikate e një femre. Periudha më delikate e një femre që kërkon një ngrohtësi, kërkon një trajtim të veçantë, kërkon gjithçka, kërkon një ngrohtësi brenda familjes, gjë që nuk e gjen. Duke mos e gjetur këtë dhe duke vazhduar me këtë dhunë psiqike, emocionale, fizike që ka përdorur ky shtetas ndaj saj, sikur e ka pasur një plaç trupi, jo sikur e kishte bashkëshorte dhe do të jetonin gjatë njëri me tjetrin, kishin ndërtuar ëndrat e tyre, por e përdorte sikur e kishte një plaç. Dhe në këto kushte, kjo duke mos gjetur asnjë mundësi tjetër, ka arritur deri në konsumimin e një lënde toksike që është fotoksin dhe e cila i ka marrë jetën. Përpara kësaj situate mjaft të rëndë, jemi në një moment kur një çift i ri trajtohej dhe sillej në këtë mënyrë me njëri tjetrin. Kjo është një ngjarje mjaft e rëndë dhe mjaft rëndësishme jo vetëm për qytetin e Lezhës, ku këta dy qytetarë banonin, por për gjithë shoqërinë civile, për gjithë shoqërinë tonë, sepse ne vazhdimisht jemi përballur me dhunë familje, jemi përballur me keqtrajtimin të femrave dhe të grave nëpër gjykata. Dhe kemi parë që gjithçka mund të ketë arritur deri në vetvrasje. Kjo është mjaft e rëndë, do të thosha, edhe pse kodi familjes, kodi penal janë ashpërsuar mjaft për sa i përket kësaj figure dhe vepre penale, që do thotë konsumimi i kësaj vepre penale, dhe pse është ashpërsuar përsëri, nuk ka gjetur atë rezistencë të duhur në shoqërinë shqiptare, ku meshkujt të heqin dorë një herë e mirë
nga përdorimi i keqtrajtimit, i dhunës dhe i përdjegjes që i bëjnë bashkëshortes ose bashkëjetuesës së tyre. Kjo është edhe një traditë e trashëguar, e kaluar nga ana e sistemeve, ku dhe në sistemin e parë përdori dhuna familje dhe gra të rinj të mbyllura për shkak se do të trajtohej sikur është turp për t'ikur nga dera e burrit dhe për të mbajtur në derën e familjes tante. Të gjitha këto e kanë trashëguar deri në ditën e sotme të plagë të rëndë të përdorimit të dhunës në familje, e cila sot numërojmë edhe një rast tjetër të humbjes së një vajze të re 25 vjeçare e quajtur Joana Nikolaj. Ky shtetas ka konsumuar disa vepra penale në brenda familjes së tij të bashkëjetesës, që thot dhuna në familje, e cila është në kodin e familjes dhe në kodin penal, në 130A, që thot dhuna në familje dënohet me një burgim deri në 7 vjet. Kemi përdjegjen, e cila dhe kjo është nga veprat penale që e ka kodi penal në 121A të tij, që dhe kjo ka dënimin e tij. Nëse ne do të vërtetohet nëpërmjet autopsisë dhe kontrole të tjera mjekësore që vajza ka konsumuar veprën lëndën toksike, atëre këtë shtetas, pra djalin Eraldon, e kap edhe nenin 99 i kodit penal, duke e çuar vajzën me akuzën që e çon vajzën ose bashkëjetuesën e tij drejt vetvrasjes. Të treja këto akuza mjaft të rënda për një moshatar 25 vjeçar janë shumë tragjike, jo vetëm për të, por edhe për gjithë familjen, siç janë edhe për familjen e vajzës e cila ka humbur jetën. Dhe kjo duhet analizuar jo vetëm në shkollë ose në ambientet shoqërore, por duhet analizuar dhe më gjatë. Duhet bërë një temë diskutimi dhe në gjitha mediat shqiptare, por duhet bërë konkrete, jo më duke thirrur dhe sa për të kaluar programin bëhet një emision për dhunën familje, ku thirren disa analistë që nuk e trajtojnë dhe nuk e kanë trajtuar asnjë çështje familjare, pra nuk thirren avokatët që janë profesionistë për mbrojtjen e dhunës në familje dhe për trajtimin e këtyre çështjeve, po thirren disa analistë të rëndom të cilët flasin në mënyrë përgjithshme dhe jo më konkretisht me prova, me fakte, me qëllim që e gjitha kjo të sensibilizojë të gjithë opinionin publik në në krahun tjetër, pastaj të parandaloj një vepër tjetër të kësaj figure penale, siç është dhuna në familje, keqtrajtimi ose përdjegja ose ngjarje të tjera të cilat e çojnë bashkëjetuesen, bashkëshorten ose femrën, e çojnë deri në atë mundësinë e fundit që i mbetet femrës, që është se mbasi nuk ka asnjë dalje tjetër, i mbetet vetëm ajo mundësi që të gjej helmin dhe të mbylli jetën e saj në mënyrë më tragjike dhe më të mundshme të saj. Kjo është mjaft e rëndë për gjithë shoqërinë, të thosha. Në këto kushte, unë do të bëja edhe një thirrje shoqërore më tepër, që kjo analizë të bëhet edhe nëpër shkollat e mesme, sepse në shkollat e mesme ka filluar tash që lidhen vajza me djalin, krijon një bashkëjetesë e cila është edhe një pjesa e njohjes që mund të krijojë një familje nesër. Por nëse nuk trajtohet dhe në këto struktura arsimore të lloj problemesh të cilat i ka shoqëria jonë fatkeqësisht të trashëguara nga e shkuara e djeshme, neve do të kemi përsëri raste të humbjes së një vajze, të një filize të re, e cila jo vetëm që humbi jetën e saj, po morim qaf edhe fëmijën që ka
kishte në barkun e saj, sepse nëpërmjet konsumimit të fotoksinës, ajo mori qafë edhe laonën që kishte në barkun e saj. Të gjitha këto janë mjaft të rënda dhe mjaft traditse për shoqërinë tonë. Avokat, si shpjegohet që familjarët nuk kanë denoncuar dhunën që ai ushtronte ndaj Gjuanës? Kjo është atëre kjo është pjesa tjetër e medaljes ose e të gjitha ngjarjeve, sepse prokuroria tash do vej dhe do verifikoj gjithçka që është e mundshme dhe e domosdoshme dhe e nevojshme për të verifikuar këto figura të krimit, siç janë dhuna në familje, përndjekja dhe pasaj arritja deri atje sa ta dërgojnë në vetvrasje bashkëjetuesen e tij. Për këtë do të përdoren këtu ka faj ambienti shoqëror ku ke jetuar qof vajza, qof djali, sepse fsheja e këtyre tregon atë që unë thash pak përpara, traditën që mos ta raportojmë për frikë nga njëra anë dhe për turp nga ana tjetër, nga ana e vajzës. Ndërsa nga ana e djalit është ajo pjesa e krenarisë që unë e posteroj figurën e femrës dhe figurën e familjes së femrës, sepse duke përdorur në të dy krahët, duke përdorur të njëjtën metodë si për dhunën fizike, si dhunën psikologjike, ashtu dhe duke e shtyrë deri në ekstremin e saj të konsumimit të lëndës toksike, do të thotë që ky djalë i ri nuk ka pasur ndërmend që të ndërtojë një jetë të lumtur dhe të këndshme me këtë vajzë, por ka pasur ndërmend ta përdori këtë vajzë si një plaç tregu dhe kjo është arsyeja kryesore. Ndërkohë që bashkëfajtor me të janë edhe prindrit e djalit, të cilët nuk kanë treguar, por kanë vazhduar ta çojnë djalin deri në kremin duke konsumuar këto vepra penale të cilat unë sapo i citova më sipër, që thot ky djalë i ri sot përballet me akuzën, me 3 akuza të rënda që janë. Përballet me dhunën në familje, përballet me përdjekjen, përballet dhe me faktorin e fundit që është duke e çuar vajzën në vetvrasje. Këto prokurori do filloj të jetoj për to treja, duke mbledhur dhe provat e mundshme, të cilat janë duke filluar nga telefoni, duke filluar nga komunikime edhe bisedat që ka pasur telefoni, duke filluar nga mesazhet që ka pas telefoni, duke filluar duke pyetur dhe në ambient social rrethpërqark që mund të ketë dëgjuar, duhen pyetur familjarët të cilët kanë pasur mundësira dhe kanë parë dhe ngjarje në momente të ndryshme dhe janë bërë bashkëfajtor në një farë mënyre për sa i përket pjesës së mos denoncimit të kësaj dhune në familje dhe të fshehjes së kësaj dhune, e cila është e pafalshme për çdo nga palët e prindërve, është e pafalshme sepse qoftë pala e vajzës e cila e ka mbuluar pjesën e përdorimit të dhunës nga ana e dhëndrit, është e pafalshme sepse e ka shtyr qoftë djali, qoftë vajzën deri në këtë pikë ekstreme e cila sot duhet analizuar dhe është mjaft e rëndë për gjithë familjen. Do thosha pjesa tjetër është shoqëria. Dhe shoqëria ka pjesë e saj në edukimin, në forcimin e shoqërisë, në forcimin e familjes, në mirësjelljen dhe në të gjithë transformimin e familjes nga një familje patriarkale e sjellim në një familje demokratike ku të drejtat janë barabarta qoftë të djalit dhe qoftë vajzës. Asnjëri nuk ka prioritete në familje. Të dy janë të barabartë dhe të dy vendosin për ndërtimin e një familje. Përdorimi i dhunës është mjaft i rëndë në një familje dhe
duhet ndërprer kjo mënyrë e përdorimit të dhunës familje që në momentet e para. Pra familjet duhet të civilizohen, të ndërgjegjësojnë dhe të raportojnë që në momentin e parë që vërejnë se ka dhunë familje, ka keq trajtim dhe bullizim, ka përndjekje të femrës brenda familjes. Të gjitha këto janë figura mjaft të rënda për një shoqëri si jona, e cila kërkojmë që të vemi në një demokraci moderne dhe ndërkohë që bëjmë një jetë shumë patriarkale, shumë të vjetër, duke fshehur gjithçka brenda dhe duke mbajtur gjithçka brenda familjes, sikur të jetë vetëm e jona, jo sikur është e gjithë shoqërisë. Në momentin kur plas një situatë e tillë, atëherë ne fillojmë dhe bëjmë analizat. Analizat duhen bërë që në momentin e parë kur ne konstatojmë që ka një dhunë familje, ose konstatojmë që ka një përndjekje të kësaj vajze, që në këtë moment duhet të reagojë shoqëria, duhet të reagojë familja, duhet të reagojnë të gjithë së bashku për të parandaluar aktin fatal pasaj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.